Si funksionon kontrata e porosisë dhe ajo e që rastit të drejtat e autorit sipas ligjit? Kontrata e porosisë është në fakt është shumë e rëndësishme çfarë thuhet në kontratë e porosisë. Edhe prandaj dhe së pari për hyrje duhet të thënë gjithmonë që një kontratë autori që quhet, që gjithë autorët me një bashkëkontrator tjetër që mund të jetë një producent, që mund të jetë një pronësitës vepre, që don autori nga jurisprudenca, nga doktrina shiket si palë e dobët në kuptimin që nëse një klauzol është shumë në disfavor të tij, gjykata potencialisht mund ta censurojë një të tjetër, sepse gjithmonë palët në këtë lloj kontratë nuk janë të barabartë. Në këtë, analiza që mund niset nga kjo premisë. Tani kontrata e porosisë thot ligji, dhe për kthimin e kësaj që themi është un ligj thot, nëse nuk shkruhet ndryshe në kontratë, të drejtat e autorit për veprën që krijohet në kuadrin e kontratës së porosisë i takojnë autorit. Pra ti më porosit mua një partitur, një pikturë, unë e pikturoj, ajo është e imja, pavarësisht se ma ke porositur dhe ti e ke vënë puna mbi atë të